Të nderuar besimtarë, vëllezër dhe motra, u ndalëm në javën e kaluar me një koncept të cilit duhet ta jetojë muslimani, raporti i tij me dynjan dhe vlerësimi që duhet t'i bëjë dynjas. Dhe solëm pikërisht përfundimin të cilin na sjell i dërguari i Zotit alayhi salatu wassalam, që të jetosh në paqe në këtë dynja, të shijosh të mirat e saj, duhet të posedojsh një diçka të vetme. Dhe ato e ka quajtur profeti alayhi salatu wassalam el-qana'a. El-qana'a, të nderuarit e mi, do të thotë të pajtohesh me atë që ke. Pra të jesh i kënaqur me atë që ke. Allahu xhalla xhelalu në Kur'anin e tij famlar na drejtohet dhe thotë: "Men amila salihan min dhakarin aw untha, wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." E kush vepron ndonjë të mirë, qoftë ky mashkull apo femër, por që është prej besimtarëve, mashkull dhe femër besimtar, le ta di se ne do t'i japim një jetë mirë. Një jetë mirë, komentatorët e Kur'anit këtu kanë thënë, të pajtohesh me atë që ke, të vlerësosh atë që ke, të shijosh atë që ke. Wala najziyannahum, sikurse do t'i shpërblejmë me shpërblim të madh mbi bazën e veprës të cilën e kanë vepruar. Gjëja më problematike me të cilën përballet njeriu në jetën e kësaj bote është pasuria. Pasuria për cilën profeti sallallahu alaihi wasallam i është drejtuar besimtarëve duke u thënë, thot njeriu, pasuria ime, malli im, harron njeriu, thot se pasuria e tij është ajo e cila ka ngrënë dhe ka tretur, ajo e cila ka veshur dhe ka grisur, ndërsa gjithçka që ti lën mënjan sa po largosh nga jeta e kësaj bote nuk është më jotja. Kaloj në statusin e trashëgimtarëve, nuk është më jotja. Je përpjekur për tjerë, a duhet përpjekur? Me patjetër. Profeti sallallahu alaihi wasallam, pra të mos kuptojmë të kundërtën e mësimeve të dërguarit Zotit, i ka thënë sahabiut të nderuar Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, i cili u smur, mirë kishte vetëm një vajzë të vetme, dhe i drejtohet Sa'dit të dërguarit Zotit duke e pyetur: "O i dërguari i Zotit, pra dua të bëj një veprim të fundit para se të largohem nga jeta e kësaj bote, që ta jap gjysmën e pasurisë, domethënë rrugt të Allahut." Është shumë, i thot profeti alayhi salatu wasalam. Atëherë 1/3. Edhe 1/3, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, është shumë, por po e pranoj që ti lesh trashëgimtarët e tu, pasardhësit e tu, fëmijët apo të tjerët. Të pasur është më me vlerë për ty se sa ti lesh të varfër duke u shtri dorën të tjerëve. Pra kjo nuk do të thotë që personi i cili ka punuar që t'i lej fëmijës tij apo t'i lej një tjetri një diçka ka vepruar gabim. Përkundrazi, qëllimi është mos lidhet shpirtërisht me një materiale e cila nuk vlen. Të ketë një kënaqësi në mënyrë që ta përjetojë, domethënë të ketë kënaqësi për atë që ai ka, ta vlerësojë atë të cilën ai ka. Allahu xhallahu xhelalu në Kur'anin e tij famlar na drejtohet dhe thotë: "I yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim." En qofshin ata të varfër, Allahu do t'i pasurojë. Komentatorët e Kur'anit janë dalur dhe kanë folur në këtë. Çfarë do thotë t'i pasurojë? A është pikërisht ai koncepti jon i vakët, ai koncepti material se duhet t'i pasurojë materialisht? Sa duhet jetë pasuria një njeriu në konceptin njerëzor që të konsiderohet i pasur, kanë thënë t'i pasuroj ka për qëllimin t'i vetë mjaftoj. Do më thënë që ta shijoj atë të cilën ka. Në qofshin të varfër, Allahu xhallahu xhelalu do t'i pasuroj nga mirësia e tij. Allahu është ai i cili ka në dorë gjithçka dhe ai din gjithçka. Në një tjetër ajet, Zoti i gjithësisë na drejtohet në formë udhëzuese se si ti drejtohemi tashmë Zotit të gjithësisë, duke thënë: "Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar." Zot na jep në këtë botë të mira. Ka thënë kush janë të mirët e kësaj bote?
se të mirat e botës ndryshojnë në konceptin e njerëzve nga njeriu në njeri. Gjithsesi i cili ka ato jo pretendimet, por dëshirat e tij, domethënë se çfarë do të kishte dëshirë të kishte nga pasuritë e kësaj bote. Kush është e mira e kësaj bote? E mira e kësaj bote thotë është vetë mjaftueshmëria. Ti jesh i kënaqur me atë që ke, të plotësosh nevojat e tua, mos kesh nevojë me shtri dorën dikujt. Kjo është, ndërsa kërkesat e dynjas, këto nuk kanë të sosur dhe nuk kanë fund. Mirë, po duke vlerësuar thotë atë që ti ke, çfarë ke bërë në të njëjtën kohë, ke falendëruar Allahun xhel xelalu. Pra kush është falënderimi më i madh Allahut subhanahu wa taala, të vlerësosh ato gjëra të cilat ti ka dhënë, cilat do qofshin, ta falënderojsh Allahun, ti vlerësosh këto gjëra, ky është falënderimi më i madh i Allahut subhanahu wa taala. Profeti i dashur në një hadith në drejtohet dhe thotë qad aflaha man aslama wa ruziqa kifafan wa qanna'ahu Allah. Ka shpëtuar dhe ka arritur shpëtimin e vërtet në dynja, kënaqësinë e vërtet në dynja, por dhe në ahiret, ai i cili e pranon fenë, e pranon besimin, ka bërë zgjedhjen e tij fenë dhe besimin fillimisht. Asgjë nuk hyn punë pas patë besimin. Mund të kesh të mirat e gjithë dynjas dhe nuk të vlen asgjë. Se s'ke më kryesoren, më të domosdoshmën që është besimi. Ka shpëtuar ai i cili ka besuar, i ka dhënë Allahu rizq me vetë mjaftueshmëri, që do thotë që plotson nevojat e tij, wa qannahu, dhe ka bërë që të jetë i kënaqur me të. E shef një person që në konsideratën materiale, në sasitë materiale, nuk ka mjaftueshëm. Mirë, po është shumë i kënaqur. Çfarë ka bërë këtë shumë të kënaqur ose çfarë e bën shumë të gëzuar? A është pasuria jo e cila të lumturon? Jo, i nderumi im, është diçka tjetër përtej asaj. Nuk është mjeti ai i cili të dhuron një rahati në udhëtim, por është qëllimi për cilin ti udhëton. Dikur njerëzit kanë udhëtuar me kuaj, me deve, me gomer, me gjithë farsoj. Sot po jetojnë dhe po udhëtojnë në forma të tjera. A do të jetë vallë rahatia dhe shpejtësia e avionit ajo e cila ta bën më të këndshëm ky një udhëtim? Apo qëllimi për cilin ti po udhëton, patjetër që është qëllimi. Ndaj në lutjet e profetit alayhi salatu wassalam, kur flet pikërisht për udhëtim, "Watu anna bu'da", thotë Zot, na afro largësinë e këtij udhëtimi. Si afron Zoti largësinë e këtij udhëtimi? Ta lehtëson. Ta lehtëson të duket shumë i shkurtër, të duket shumë i këndshëm, të duket shumë i qetë. Gjitha këto në dorën e kujt janë? Në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Ndaj dietari i madh Hasan al-Basri rahimahullah ka thënë, kur e sheh dikën i cili garon me ty në çështjet e dynjallikut, garo ti me të në çështjet e ahiretit. Në shiko çfarë përkufizimi të bukur ka bë. Kur e sheh dikën i cili garon me ty në çështjet e dynjallikut, garo ti me të në çështjet e ahiretit. Është një fushë e hapur ku janë të ftuar që të gjithë të garojnë, dhe gjithë secili do të marrë shpërblimin për ato të cilën e ka vepruar. I nderuar vëlla, i nderuar motër. Jemi në të përkohshme dhe dynjaja quhet dynja sepse nuk ta ofron të mirën e vazhdueshme. Me vdekjen e njeriu, sikur ta kesh gjithë dynjan, sikur ta kesh patur të gjithë dynjan në sundim. Sa jep shpirt, ku shkon gjithë mirat e dynjas? Mbaroj. Atëherë, çeka diçka e përkohshme. Profeti sallallahu alaihi wasallam na ka përshkruar në një hadith dhe thotë, xhenetlit i kërkojnë Allahut subhanahu wa taala, thotë dhe po e tregonte një diçka të tillë pejgamberin, ndërkohë që në prezencë të tij ishte një nomad, pra jo njeri i shkretir, domethënë që jetonte në shkretir. Dhe thotë i kërkon një xhenetli Allahu xhenne xhelalu që o Zot kam dëshirë të mbjell. Në xhennet ka çfarë i ka shku në përmend njeriu dhe çfarë nuk i ka shku në përmend njeriu. Dhe lejon Allahu subhanahu wa taala të mbjell. Dhe prodhimet e tij thotë janë sikur zamalet. Për ku do i çosh? Çfarë do bësh me to?
Thot dhe ndalon Allahu subhanahu wa taala dhe i thot: "O robi im, nuk ka të ngopur njeriu. Do të thonë çfarë i don, çfarë duan. Këtë mirë pafund shijoj." I thot nomadi pejgamberit alayhis salatu wassalam, i thot i dërguami i Allahut, me siguri që ky xhenetliu që ka për t'ia kërkuar Allahu diçka të tillë, ose është kurishit ose është ansari, se ne që vim nga shkëtia ne nuk kemi qejf me punu. Nuk duam të punojmë, pra as në dynjë as duam të punojmë, as në ahiret nuk e duam diçka të tillë. Pra të nderuamit e mi, çfarë lipset, çfarë i nevojitet njeriu? Njeriu i nevojitet ajo që i dërguami Zotit alayhis salatu wassalam e ka përshkruar dhe ka thënë: "Men bata minkum aminan fi sarbi, muafa fi badani, indahu quta yawmi, fa ka'annama hizat lahu ad-dunya bihadhafiriha." Kush ngrys ose gdhin i qetë, do të thënë është i sigurt aty ku ai jeton, ku banon, i shëndetshëm në trupin e tij, ka për të ngrënë dregën dhe darkën e asaj dite, është një lloj si personi i cili e ka sundu të gjithë dynjan. Pra kush është diferenca jote me diferencën e një tjetër? Asnjë diferencë nuk ke. Diferenca është ta shijojsh atë mirësinë të cilin ta ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Thot Aisha radhiyallahu anha, nuk është ngopur pejgamberi alayhi salatu wasalam 2 herë brenda një dite me bukë dhe me vaj ulliri. Mirë po, a e bënte kjo pejgamberin alayhi salatu wasalam të pakënaqur nga jeta e kësaj bote? Në mënyrë kategorike jo. Ishte vazhdimisht i lumtur. Sepse më madhështoren që mundet me ia dhënë Allahu njeriu, që është besimi në Zot, atë e kishte vazhdimisht. Kapitalin më të madh që mund të ketë njeriu në jetën e kësaj bote është vetë njeriu i nderuar i im. Kapitali më i rëndësishëm, më i madh është vetë njeriu. Ato i dërguar i Zotit alayhis salatu wassalam e posedonte. Kishte njerëz të cilët ishin të gatshëm të sakrifikonin gjithçka për të, nga dashuria që kishin. Atëherë kur ty Zoti ka rrethu nga njerëz të cilët duan dhe ti i don, gëzon sinqeritet me to. Çfarë kërkon mirësi më të madhe më në këtë dynjë? Çfarë po duhet ty në dynjë? Gomat e makinave, tullën e betonit? Këto nuk kanë jetë në vetvete, o vllai im. Këtyre u jep jetën dhe hijeshin vetë njeriu me vlerësimin që i bën, por vlerësimi i tyre bëhet duke ndatë mirën me të tjerët. I nderuari dietar Imam Ibn al-Jauzi rahimahullah ka thënë: kush e shton pëlqimin dhe mirazin ose të kënaqurit me mirësinë e Allahut, Zoti ja shton mirësitë, e kush nis vetëm me ankesat, të ankohet, hajt mo, në duhet dhe kjo, kemi nevojë dhe për këtë, vetëm se i hap Zoti xhelel xhelalu atij, domethënë dyert e kërkesave. Ne duam që ato që i vlerëson materialisti, ato të pak të mira, duam t'i shijojmë. Nuk na ka garantuar Allahu subhanahu wa taala se në jetën e kësaj bote ne do kemi xhennet. Sepse profeti alayhi salatu wasalam ka thënë: "Wa ju'ilat qurratu 'aini fi s-salat." Thotë gëzimi im në këtë botë është e falura. Pra a ke mundësi që kudo që shkon në vendin tënd të falësh i lirshëm? A ke mundësi, ta ka mësuar Allahu subhanahu wa taala që ti dëgjosh ezan, domethënë kudo që shkon në trevat në të cilat jeton? Po falendero Allahun subhanahu wa taala. Sepse ka vende ku ti nuk orientohesh dot se ku mund të jetë qendra kulturore. Prap mirë, elhamdulillah. Sepse ka vende të tjera në dynja ku muslimanët nuk lejohet të frekuentojnë dhe ta shprehin besimin e tyre. Pra ti falendero Allahun subhanahu wa taala. Dhe shenja e falënderimit Allahut në këtë formë si bëhet? Duke i frekuentuar xhamin. Si realizohet? Duke e shprehur atë besimin në praktikë. Si e tregon vazhdimsinë ose si e garanton vazhdimsinë e kësaj mirësie? Duke e vlerësuar dhe duke e zbatuar në mënyrë të vazhdueshme. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: nuk është pasuria materiale, pra numrat të cilat ti i numëron,
walakin al-ghina ghina al-qalb, por se pasuria e vërtet është pasuria e zemrës. Ç'është pasuria e zemrës? Ti jesh i kënaqur me ato që Allahu të ka dhënë. Të lutem e ty, mëdhnueshmi Allah, derdh mbi ne të mirët e tua dhe na bëj prej falënderuesve. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بر. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء السادة الحنفاء ساداتنا وموالينا الكرام سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن سائر الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آمين. Për ta garantuar zbatimin e të qenit i kënaqur me atë që Allahu subhanahu wa taala të ka dhënë dhe për të garantuar vazhdimsinë e saj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na është drejtuar dhe thot: "Undhuru man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdar alla tazdiru ni'mat Allahi aleikum." Shihni ata të cilët janë poshtë jush, për të kujtuar mirësitë e Allahut ndaj teje, por dhe për mos me harru ata të cilët kanë nevojë për ndihmën tënde, dhe mos shih vazhdimisht ata të cilët janë mbi ty, në mënyrë thotë që të mos e nënçmosh mirësinë e Allahut të cilën ta ka dhënë. Arrin në një moment njeriu dhe nuk e vlerëson mirësinë në cilën ai ndodhet, dhe thotë, po jetë është kjo? Jeta ime dhe jeta filanit një lloj është? Çfarë arri kemi ne nëpërmjet kësaj shprehje të kënaqësisë me atë që Allahu subhanahu wa taala të ka dhënë? E para herë arrim lumturinë, që e gjithë pasuria e dunjas nuk mundet me ta blej, nuk mundet me ta dhënë. E dyta, ruan veten fillimisht nga hasedi i tjetrit, për nuk e ke tjetrin zili. Nuk e ke zili sepse ai ka dhe ti nuk ke, ose ai diçka e posedon dhe ti nuk e posedon. Zoti xhel xhelalu na drejtohet Kur'anin e famlar dhe na thot: "Wala tamuddanna 'aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahrat al-hayati ad-dunya linaftinahum fi." E ti mos e lëshu shikimin tënd tek malli, pasuria, evladi, gruaja, familja e tjetrit, që ne i kemi begatuar disa. Por duhet dim të nderuarit e mi, se pasuria dhe varfëria që të dyja në të njëjtën kohë janë sprova. Edhe ti je i pasur është sprovë, edhe ti je i varfër është sprovë. Por sprova e të pasurit është akoma dhe më e madhe se sa e këtij të varfrit. Keni pa ju në një të varfër me dallëdis i shkreti? Qameti domethënë që mund të humbi, rujna Zot ke dinjiteti vet, sepse don me plotësu nevojat e tij. Mund të bëj veprime duke kërkuar dhe duke lypur pra ul dinjitetin e tij sepse ka nevojë. Por jo se del nga shinat, nuk dallëdis, i themi në dialektin e Tiranës. Ndërsa kur bëhet fjalë domethënë për të pasur të parë të pasurit dallëdisin. Domethënë ka diçka, posedon diçka dhe menon se është ai dhe nuk është më askush tjetër. Ndërsa kjo nuk funksionon tek të varfrit. Ndaj dhe profeti alayhis salam lutej që o Zot bëje furnizimin e Muhamedit dhe familjes Muhamedit kifafan. Ai sa më plotësu nevojat e mia. Ai sa më plotësu nevojat e mia. Jo kërkesat, jo dëshirat. Dikush mund të ketë dëshirë, domethënë të ketë një avion të tij personal, por këto janë dëshira. Ne po flasim domethënë nevojat. Dhe profeti lutej pikërisht për nevojat, për të dhe për familjen e tij. Një tjetër pikë shumë e rëndësishme që na mëson të qenit i kënaqur me atë që Allahu subhanahu wa taala të ka dhënë, është të jetosh ekonomikar, të mos shpërdorosh. E keni vënë re të nderuarit e mi se shpesh herë kur bëhet fjalë në për evente të ndryshme, sidomos domethënë në për xhenaze, ku njeriu duhet të reflektojë akoma dhe më shumë në një vdekje, dhe nis dhe të pyet diçka, rreshtohen tufat e luleve, kurorat e luleve,
kujtim nga filoni e kujtim nga fisteku, të paktën futje domethënë ato kartat aty, futje në arkivoj që ti lexoj se sipër varrit domethënë ja ke mbush gjithë e bukur, kujtim nga filoni, kujtim nga fisteku. Ja kishe fut aty që të marrë ti lexoj ta di se kujt ka me ja kthy. Dhe kur nis dhe bisedon me njerëzit ose flet me njerëzit për në këto momente, këto gjëra të cilat janë shpërdorime. Pra ti i thua me një gjuhë shumë të thjeshtë për ta zbutur me selam, i thua shiko se kjo është shpërdorim. Ja, un jam të pyet, a ka gjë se për shpërdorim nuk ka gale? Si s'ka gale për shpërdorim? Po Zoti xhelel xhelal në Kur'anin e tij famlar drejtohet dhe thotë innal mubadhirina kanu ikhwana shayatin. Me të vërtetë që shpërdoruesit çfarë janë? Vëllezër e shejtanit. Pra to gjë më të madhe se kaq ti, dikush thotë që nuk bën kjo se kjo është shpërdorim. Ti ka thënë gjitha. Nis dhe kuptoje. Dhe nis njeriu, domethënë nëpërmjet kësaj përqyeshmërie, domethënë pajtueshmërie me ato që Allahu i ka dhënë, nis dhe reflekton në jetën e tij. Bëhet ekonomiqar, nuk shpenzon aty ku nuk duhet. Dhe mbi të gjitha krijon sinqeritetin dhe raportin e sinqert me Zotin e tij. Raporti i sinqert me Zotin do të thotë të mos të bijë nërmend se çfarë mendon tjetri për ty. Të mendoj çfarë doj. E rëndësishme është ke Allahu ku je. Nëse ke Allahu je aty ku duhet, për tjerat mos e vrit mendjen. Se në të gjitha situatat njerëzit kanë për të shah, kanë për të përfol dhe nuk ka për t'i pëlqyer ajo të cilën ti e bën. Një tjetër pikë shumë e rëndësishme të cilën ta jep të qenit i kënaqur me atë që Allahu subhanahu wa taala të ka dhënë, është dhe çlirimi nga robëria e njerëzve. Duke u pajtuar me ndoshta gjendja mund të jetë shumë e vështirë për t'i jepur durimtarëve, duke u pajtuar me një gjendje të tillë, nuk ke nevojë të shtrish dorën tjetrit dhe je i kënaqur me atë që ti jeton. E duke jetuar në këtë formë, ti je i çliruar nga të gjitha këto robëri njerëzore. E për ta përmbyllur, sahabiu i nderuar Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu ka thënë për pajtueshmërinë, për qenit i kënaqur me ato që Allahu subhanahu wa taala të ka dhënë dhe të jetosh momenti kur i thon me ato që Allahu xhelle xhelalu don për njeriu, ka thënë el qanaa malun la nafada lah. Të qenit i kënaqur me mirësinë e Allahut është thesar i cili nuk ka fund. Të lutem ty i madhnueshmi Allah na pajis me këtë thesar në çdo situatë jetës tonë. Na bëj prej atyre të cilët i shijojnë mirësitë tua, ta bëjnë shukrin, të falenderojnë i madhnueshmi Allah dhe i ndajnë ato me të tjerët. Të lutem ty i madhnueshmi Allah na bëj robër të madhnisë tënde dhe mos na bëj robër dynjallikut. Të lutem ty i madhnueshmi Allah të na falësh ne, prindrit tanë dhe të gjithë ata të cilët na paraprin ke madhnia jote me besim. Të lutem ty i madhnueshmi Allah që dynjan ton ta bësh të lehtë dhe të na mundsosh ta vëmë në shërbim të fesë tënde. Vdekjen të na bësh të lehtë dhe të na mundsosh të vdesim me dinjitet dhe shahadet. O Zot, për çdo sëmur Allah shëroje. Për çdo stresuar, të brengosur, të munduar nga hallet e jetës, Zot largoja hallet e jetës, i jepi zgjidhje. Për çdo të munduar nga borxhet, ndihmoje Zot në shlyerjen e borxheve të Ti. Zoti i gjithësisë na furnizo prej hallallit dhe bëj ato të dashur për zemrat tona. Na largo Allah prej haramit dhe bëj ato të urryer për zemrat tona. Zoti i gjithësisë dhuro paqe, mirësi e stabilitet për botën mbar. Na bëj Zot prej atyre të cilët jetojnë si të kënaqur me mirësitë tua dhe Ti je i kënaqur prej tyre. Na mundso Zot sikurse u mblodhëm në këtë ditë, në këtë vend, me vërtetuar edhe një herë tjetër përgjigjen ndaj thirrjes tënde. Na mundso Zot që të gjithë bashkë me familjet tona, bashkë me familjarët tanë, bashkë me fëmijët tanë dhe të gjithë ata të cilët i duam dhe na duam për hatrin e madhnisë tënde, na mundso Zot të tubohemi të gjithë së bashku në xhenetet e larta, në xhenetet Firdaus. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. أشرقت نفسي بنور من فوق